Ne kemi bë plan, në programin tonë ekzistojnë, do të thonë, forma çush do me ju qas, çush me pas rregull, çush me afru shëndetësinë te qytetari, jo qytetarin me qenë atje. Pastaj do të punojmë me laboratore të ndryshme që me diagnostifikimin e hershëm të shpëtojnë njerëzit mos me u bë pacient, se pastaj duhet me i trajtu. Do thonë kemi një program të mirë, me zbatimin e tij besoj që do t'ja kishim dalë në Prishtinë.